Faleminderit zoti kryetar. Dua të sjell urgjentisht në vëmendjen e këtij kuvendi një masakër mjedisore që po ndodh aktualisht në zonën e Pish Porto Nartës, në cilën makineri të rënda prej ditësh tashmë kanë ndërhyrë në mënyrë barbare në një zonë mjedisore të mbrojtur. Madje ndoshta në zonën mjedisore më të rëndësishme të vendit nga pikpamja e monumenteve natyrore dhe të biodiversitetit. Aktivistët e shoqatave mjedisore prej ditësh tashmë kanë vënë alarmin edhe nëpërmjet rrjeteve sociale, veçse duket sikur askush nuk di asgjë, as se kush po ndërton, as se çfarë po ndërtohet, as nëse ka leje mjedisore dhe as nëse ajo zonë është nxjerr nga zonat e mbrojtura. Për dëgjesa publike as që bëhet fjalë fare, por edhe në takimin që është mbajtur me ministrin e mjedisit zotin Jaupaj, ai është shprehur se nuk ka informacion për asgjë. Tani, këtu ose kemi një shtet analfabetësh, ose kemi një shtet mafios, që ka një lloj omertaje, një lloj pakti për të mbyllur veshët dhe syt, edhe pse ndërhyet përsëris në një zonë të mbrojtur në ditën me diell. Në atë zonë ka vetëm makineri të rënda me logot e Kastratit, të Salillarit, Altea Geostudio dhe të UCC-s. Këta janë shteti në zonën e Nartës, asnjë si thua prani e policisë të shtetit apo e inspektorëve të mjedisit. Dua të citoj këtu tekstin e kapitullit 27 të piketës përmbyllëse për mbrojtjen e mjedisit, ku shkruhet, dhe po citoj: Shqipëria duhet të përshtatet me legjislacionin e BE-s në fushën e mbrojtjes së natyrës, duke abroguar amendamentet e papajtueshme të ligjit për zonat e mbrojtura të vitit 2024. Dhe këtu e ka fjalën për amendamentet që lejojnë rezordhe me 5 yje në zonat e mbrojtura, dhe po vazhdoj, dhe duke abroguar ligjin e vitit 2015 për investitorët strategjik. Tani, Sofiani nuk ndodhet në sallë, veçse duhet na përgjigjet nëse në Nartë po ndërton dhëndri Donald Trumpit apo Edi Rama me Kastratin. Zoti kryetar, unë i bashkohem në fakt qëndrimit të zotit Muçi. Me ligjin që ju keni miratuar në vitin 2024, tashmë realisht dhe në mënyrë faktike nuk ka zona të mbrojtura dhe kudo shkojnë fadromat pa pyetur fare se po shkatrojnë trashëgiminë, mjedisin dhe po shkatrojnë një zonë e cila është një zonë që nuk mund ta gjesh dot në të njëjtën kategori në vendet përreth. Dua, zoti kryetar, që për herë të parë raporti i Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian për herë të parë bën thirrje për shfuqizim, zoti kryetar, të ligjit që ka miratuar ky kuvend. Bën thirrje për shfuqizimin e ndryshimeve të vitit 2024 në ligjin për zonat e mbrojtura, të cilat lejojnë zhvillimin e infrastrukturës turistike në shkallë të gjerë brenda zonave të mbrojtura dhe transferojnë kompetenca kyçe të qeverisjes dhe vendimarrjes te Këshilli Kombëtar i Territorit, duke dobësuar kështu mbikëqyrjen mjedisore. Citoj fjalë për fjalë. Dhe ky ligj jo vetëm është kundërshtuar nga Partia Demokratike, është çuar në gjykatën kushtetuese nga Partia Demokratike dhe në gjykatën kushtetuese keni marrë një rezultat 4-4, që ishin një rezultat i barabartë, por kur ka rezultat barabartë, ju keni qenë shumë të lumtur sepse rrinte në fuqi antikushtetueshmëria. Dhe siç ja u tham atëherë, ja u themi sot që si kuvend kemi detyrimin që menjëherë të bëjmë shfuqizimin e atij ligji, të bëjmë shfuqizimin jo vetëm sepse është antikushtetues, por sepse tashmë e keni të shkruar nga Bashkimi Evropian që është pengus i rrugës së Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Është jashtë standardeve që kërkon Bashkimi Evropian. Nuk mund ta ktheni Shqipërinë në pika të vogla të Mirela Kumbaros. Edhe ky ligj u kalua dhe u miratua në kohën ku Mirela Kumbaro ishte ministre e mjedisit. Mirela sot po hetohet për çështje para 10 viteve. Kur t'i vi radha për t'u hetuar për këtë ligjin që ka bërë par vjet, do jenë shkretuar zonat e mbrojtura. Kështu që ne nuk mund ta lëmë që zonja Kumbaro
i vi radha në SPAK për zonat e mbrojtura, se ndërkohë është masakruar Shqipëria. Por duhet të ndërhyjë kuvendi, duhet ndërhyjmë në mënyrë të përbashkët, meqense është kërkesë e Bashkimit Evropian, dhe të fusim ndryshimet ligjore për të shfuqizuar atë masakër që po bëni në zonat e mbrojtura me fadroma kudo, pa nevojë për leje, sepse sot praktikisht në Shqipëri nuk ka më zona të mbrojtura. Ka vetëm pika të vogla të Mirela Kumba. Faleminderit.